Okej, po mendosni ju? Shikoni kolegë, këtu janë shumë emra për procedurë. Po patjetër, po s'keni pse nga vendi të Zoti ministër, ju lutem, ju kërkoj ndjes sepse janë uluni se janë disa emra. Atëherë, Zoti Ardit Bido ka kërkuar fjalën për procedurë. Zoti Ardit Bido, keni fjalën për procedurë. I kërkoj ndjes Zotin Ministër në radhë parë, e nderuar zonja kryesuese së seancës, nendi 31 i rregullores përcakton në pikën e parë në mënyrë shumë të qartë që kuvendi ose komisionet nuk mund të diskutojnë dhe të vendosin për çështje që nuk janë në rendin e ditës. Është heredisaj që në këtë sallë po përsëritet i njëjti fenomen, që merret fjala për një çështje dhe pastaj tiret, nuk diskutohet fare për atë çështje, diskutohet për çështje krejt të tjera, në një tentativë për të kapur rrillësin e radhës, për të bërë show-n e radhës, për ta përdorur atë foltore si të ishte një hapësirë e konferencave për shtyp. Unë besoj se ju takon juve në të gjitha kompetencat që jep rregulloria që ta ndaloni këtë fenomen. Është fyese për të gjithë deputetët të cilët presin të marrin fjalën për të folur për një çështje të caktuar, e akoma më shumë të atyre deputetëve që çështjet jashtë rendit të ditës presin të mbyllet të gjitha pikat e rendit të ditës për të folur. Ky fenomen i shëmtuar që kthen këtë sallë nga një sallë e debatit të ideve në një sallë fyerjesh, vetëm dhe vetëm që të dalim dhe të shfaqemi në rrjetet sociale për të treguar se sa të mirë jemi e si ja kthyen filan, si ja kthyen fistekut, si treguan ca fotografi, nuk besoj se kanë vend në këtë sallë të nderuar. Dëgjuam parafolsin që e bëri sërish për herë të disajt këtë gjë, duke folur madje si, më falni për shprehjen, virgjëri politike, nuk e kam me negativitet këtë gjë. A thua se nuk vjen nga një forcë politike e cila mbaj mend kur isha gazetar në fillimet e punës time, mbante në punë duke e paguar, jo me pezullimin që është procesi përcaktuar në ligj, për në punë si civil po flasim, jo për ministrat, një nëndrejtor të një institucioni dhe e paguan dhe ndërkohë që ai rinte në shtëpi s'bënte asnjë punë, jo të pezulluar. Dhe këtë na i sjellin ne përballë që respektojnë në mënyrë tërësore ligjin, gjykatat e këtij vendi dhe çfarëdo lloj paqartësie që del në kompetenca e çojnë prapë që të përgjigjen gjykatat. Këtë moral nuk mundet të bëhet ky moral, zoti Shehaj, duke u bazuar në një pengmarrje të sallës së kuvendit për të bërë shfaqje. Është mungesë respekti për të gjithë kolegët, të cilët presin radhën për të folur për çështje e jashtë rendit të ditës, dhe është dhe mungesë respekti për një fondacion të respektuar që edhe juve, kur ishit në forcën politike të Partisë Demokratike, keni bashkëpunuar me të. Është mungesë totale respekti ndaj Heinz Seidel sot kjo që ju bët. Faleminderit. Faleminderit zoti Bido. Dëgjoj, zoti Shehaj, ju lutem edhe një herë. Kur ju të merrni drejtimin e kuvendit, atëherë keni të drejtë të ulërisni që atje ku jeni. Ju lutem, këtu ka një listë me emrat e kolegëve që kanë kërkuar fjalën e ka Erion Malaj. Faleminderit zonja kryetare. Zoti Shehaj, në respekt asaj që ne ju lam të bënit aty që nuk është fort e denj, ju lutem më lini të mbaroj këtë, ju lutem. Gjatë fjalës tuaj, ja unë po të bëj një replik. Unë po të bëj një replik sepse tu drejtova. Atere, nuk mund të vi këtu asnjë deputet nuk mund të vi këtu dhe të jap leksion mundësisht me PowerPoint, si që bët ju me fotografi, për individ të cilët janë ose në netim, ose në çështje të pandehur. Ti e di çfarë do të thotë i pandehur, zoti Shehaj, të ta shpjegoj unë çfarë do të thotë. Kur je i pandehur, je shpallur gjë i fajshëm. Si del ti aty dhe na nxjerr fotografi dhe na bën census gjysmën e Shqipërisë? Me çfarë etike dhe morali dhe na kërkon ne ti etike moral deputetëve këtu, madje na u drejtove ne deputetëve të rinj. Çfarë po na kërkon ti të ndryjmë ne në çështje gjyqësore? Çfarë po na kërkon ti bëjmë gjyq publik njerëzve?
Ne presim vendime gjyqësore, nuk merremi me analiza e me gojdhana. Ju lutem shumë, jeni dhe deputet i vjetër këtu, është disa herë që na drejtoheni me një ton që nuk shkon dhe na kërkoni llogari për çështje nën hetim ose çështje gjyqësore. Duhet ta mësoni që ne nuk ndërryjmë dhe këto dhe s'do ndërryjmë kurrë. Faleminderit. Më zotëri, merrni nga vendi fjalën për replikë. E keni marrë fjalën për replikë, zoti Shejaj, e keni marrë fjalën për replikë. Zoti madh. Tani, zoti Bido, ju jeni një deputet i ri. Ore, zhvishuni një sekond, të gjithë ne këtu, para se të bëshim deputet ishim qytetar të thjesht. Dhe kur shikonim korrupsionin dhe politikanët, skandalizoheshim, apo nuk skandalizohesh ti? Ti me të drejtë the, ore, kështu se PD-ja ku ke qenë ti brenda, ka bërë të njëjtat gjëra. Edhe më keq, po mor po. Dhe kjo është arsyeja pse u kam hyrë në politikë. Unë jam krenar pse kam hyrë në Partinë Demokratike. Unë kam bërë një rrugtim në Partinë Demokratike për të ndryshuar Partinë Demokratike, sepse besoja, sepse i përkisja asaj partie politike të djathtës dhe bëra të betejën time në Partinë Demokratike. Dhe një ditë bukur dola nga Partia Demokratike se vendosa të ndjek një rrugë tjetër. Nuk mi vesh dot mua ti fajet e Partisë Demokratike, dakord? Nuk kam thënë ndonjëherë që Partia Demokratike është perfekte. Nuk e kam thënë kurrë, dhe nuk besoj se ka njëri në Partinë Demokratike që thotë që Partia Demokratike është perfekte, po kjo është çështje tjetër, kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është shumë e rëndësishme, shumë e rëndë, sepse del nga goja jote, është që ti thua, t'ja mbyllim gojën që mos të flasim për çështje që nuk janë në rendin e ditës, që të qëndrojmë strikt në rendin e ditës, më fal. Por si do flasim ne për këto vjedhje, më fal, që ju u indinjuat shumë, si do flasim ne? Ka ndonjë rend dite ku themi diskutojmë për Belinda Ballukun, që ne të diskutojmë për Belinda Ballukun? Nuk ka asnjë rendite, s'keni pra vendosur kur ju. Kështu që do përfitojmë nga hapësirat që na jepen, që të flasim. Si të del nga goja të thuash që mbylleni gojën opozitës, mos të flasim për Belindën. Si të del nga goja nga ty njerë, si mund të thuash gjë të tillë? Ore, dëgjoj, Zoti Bido, nëse ka një parti politike që nuk Zonja Tabaku, për çfarë keni kërkuar fjalën? Për procedurë. Okej, keni fjalën për procedurë. Mbaroi replika, keni fjalën për procedurë. Ka replikën tjetër. Zonja Tabaku, keni fjalën për procedurë. Urdhë. Po mbaroi replikat. Ta përfundoj kolegu. Keni fjalën për procedurë, Zonja Tabaku. Kolegu, se unë nuk flas dot, ta përfundoj kolegu. O zoti Shejaj, po pengoni zhvillimin e seancës, ju lutem. Mbaroi replika, ju lutem, uluni në vend, mbaroi replika. Zonja Tabaku, keni fjalën për procedurë. Tani ta përfundoj tash se si mund të flasë për flet kolegu. Doktore, ja përmend emrin. Zoti Shejaj, ju lutem. T'ja lëm fjalën. Ju lutem, zoti Shejaj, lërojeni flortoren të marri fjalën zonja Tabaku. Zoti Shejaj, ju lutem. Zoti Shejaj, ju lutem. Uluni që të marri fjalën zonja Tabaku. Edhe 30 sekonda zotnis ta mbaroj fjalën. Funksionon kështu se ke kohën tënde ti thuaj se po t'jap 10 sekonda. Ka procedurë. Tani 2 deputet morën fjalën. Dakor, dhe kritikuan qëndrimin tim, unë kam të drejtë të replikoj. Njëherë me njërin, pastaj me tjetrin. Kam nevojë për kohën time, 2 minuta replik.
Zoti Sheaj, mbaroni fjalinë, ju lutem, dhe Faleminderit. mos na e pengoni zhvillimin e seancës. Atëherë, me që je deputet i ri, dakord? Është dhe shqyqyr që ka deputet të rinj, por silluni si deputet të rinj, është e turpshme që ju të shqetësoni, pse? Ore, çfarë thash unë që s'është e vërtetë në këto që thash? Çfarë thash? Pse shqetësojnë ju se unë thash që Belinda Balluku është e pandehur, jo më një që keme të ti polërja të më vetë. Kush, më falë, pse shqetësojnë ju që unë thash që Erion Beliaj ka pothuajse një vit në burg dhe qeveris nga burgu. Tani, çështja është unë prandaj e fillova fjalimin duke thënë që kemi dy standarde, për ty është normale, unë, për ty është normale që një ministre, Zoti Sheaj, ju lutem lëroni foltoren. Zoti Sheaj, ju lutem, është e disata herë që po ju them. Zoti Sheaj, po prishni seancën, ju lutem uluni. Ju lutem uluni. Zonja Tabaku, do ta merrni fjalën apo të vazhdoj me ministrin? Po, faleminderit, po tani nuk flasim dot me kolegu, kur ka Zonja drejtë që Tabaku, jep të lutem, procedura për të procedurë, lutem merrni zonja fjalën kryetare. që i keni kërkuar për procedurë. Faleminderit zonja kryetare për nderin e madh. Sipas nenit